Viti 2012 e ka vënë Bashkinë e Tiranës, projektet dhe veprimtaritë ndërmarra prej saj në 12 muaj në qendër të akuzave të opozitës. Bashkia e Tiranës deklaron se gjatë këtij viti janë shënuar një sër arritjesh, duke referuar hartimit dhe konsultimit të planit urbanistik të kryeqytetit me grupet e interesit, projektet për zgjatimin e bulevardit, tramit, si dhe projekte të tjera, pjesa më e madhe të cilave ende nuk ka nisur të zbatohen. Kryebashkiaku Lulzim Basha vlerëson se një ndër arritjet më të mëdha, reduktimin e taksave, reduktimin e procedurave të lejeve për bizneset, procesin e hipotekimit të banesave, hapjen e vendeve të reja të punës si dhe ndërhyrjet në infrastrukturë. Por ato çka kryebashkiaku i quan arritje, këshilltarët e majt i konsiderojnë dështime. Ata kanë akuzuar drejtuesit e bashkisë për korrupsion me projektet dhe për vetësim të planeve të hartuara nga administrata e mëparshme e këtij institucioni. Për disa nga vendimarrjet e bashkisë, këshilltarët e majt janë drejtuar prokurorisë, duke kërkuar ndërmarrjen e një hetimi të plotë, siç është rasti i projektit të parkimit nëntoksor apo largimi nga puna i punonjësve të bashkisë. Kjo ka bërë që mbledhjet e Këshillit Bashkiak të realizuara gjatë këtij viti të shoqërohen me debate dhe akuza të ndërsjellta për korrupsion dhe mosmbajtje premtimesh. Këshilltarët e Partisë Socialiste kanë bojkotuar disa herë mbledhjet e Këshillit Bashkiak, duke mos pranuar të bëhen pjesë e vendimarrjeve që sipas tyre prekin direkt interesat e qytetarëve. Në muajt e parë të vitit 2012, Lulzim Basha filloi të konkretizojë disa nga premtimet e bëra, siç ishin projektet e rëndësishme për Tiranën, reduktimet e taksave dhe tarifave, si dhe shkurtimin e procedurave të marrjes së lejeve nga bizneset. 27 janar 2012, kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha nis të konkretizojë premtimet e bëra gjatë fushatës elektorale, duke bërë publike datën e mbajtjes së konkursit ndërkombëtar për bulevardin e ri të Tiranës. Ky ishte një ndër projektet që Basha kishte parashikuar të realizonte në vitin e parë të punës së tij si kryetar bashkie. Ne do të jemi një hap më afër me përzgjedhjen e fituesit, nisjes së punës për ndërtimin e këtij aksi të rëndësishëm zhvillimi për qytetin e Tiranës. Sepse përtej vlerës monumentale, urbanistike, ambientale, estetike, qytetare, është një aks i fuqishëm i zhvillimit urban të Tiranës. 10 shkurt 2012, Bashkia e Tiranës zhvillon takimin e parë me grupet e interesit për planin urbanistik. Kryetari i bashkisë u shpreh se plani do t'u japë përgjigje sfidave me të cilat përballet Tirana. Parimet e zhvillimit të harmonizuar të pronës, me respekt plot ndaj pronës private, por duke synuar zgjerimin e hapësirave publike, do të aplikohen tërësisht në çdo faqe dhe në çdo nivel të këtij plani. Këshilltarët e majt nga ana tjetër e konsiderojnë planin e përgjithshëm urbanistik të Tiranës si një mbivendosje të planit të miratuar nga administrata e mëparshme. 10 shkurt 2012, Bashkia e Tiranës tenton të vendosë kritere të rrepta për ndërtimet. Kryetari i bashkisë theksoi se nuk do të lejohet askush të përfitojë nga hapësirat publike dhe se do të ketë kritere të rrepta për ndërtimet. Do të jetë pamundur për çdo që të ndërtojë duke shkelur qoftë një kriter mjedisor. Dhe askush nuk do të mund të keq përdor hapësirën private për të shkelur interesat publike mjedisore. 7 muaj pas deklaratës së Bashës, këshilltarët të majt sjellin një tjetër panoramë për ndërtimet pa leje. Kryetarët e majt të dy njësive bashkiake në Tiranë dhe këshilltari Aldrin Dalipi denoncojnë ndërtimet pa leje që po vazhdojnë të ngrihen në Tiranë. Ata akuzojnë Bashkinë e Tiranës se po lejojnë që ndërtimet informale të vijojnë edhe në mes të kryeqytetit, duke sjellë shembullin e ndërtimit të një pallati përballë stadiumit Selman Stërmasi. Dalipi thotë se situata e ndërtimeve pa leje ka dalë jashtë kontrollit, ndërsa akuzon Lulzim Bashën për korrupsion. Jemi sot përpara jush për të deklaruar se në Tiranë kanë filluar një bum i madh ndërtimesh pa leje dhe nga Bashkia e Tiranës ne nuk po gjejmë mbështetje për bllokimin e këtyre ndërtimeve pa leje. Është një situatë krejtësisht jashtë kontrollit e ndërtimeve pa leje. Nëse zoti Basha e ka centralizuar në dorën e tij gjithçka në Tiranë, kjo ju thash ka vetëm një emër. Ai ka marrë nën kontroll jetën e kryeqytetit për të mbushur xhepat e tij. Këshilltarët e majt në Këshillin Bashkiak të Tiranës reagojnë për ndryshimet e procedurës së taksës së gjelbërimit, duke akuzuar bashkinë. Kryekëshilltari Aldrin Dalipi ngre një sër problemesh me të cilat do të përballen qytetarët për shkak të ndryshimit të procedurës së pagesës së kësaj takse, duke bërë përgjegjës për këtë situatë vetëm kryetarin e bashkisë Lulzim Basha. Ne shprehim keqardhjen tonë për këtë veprim, i cili është tërësisht pasojë një keq menaxhimi të hapur të administratës dhe kryetarit të bashkisë dhe përgjegjësia përpara qytetarit është direkt e tyre. Bashkia e Tiranës reagon pas akuzave të këshilltarëve socialist, duke deklaruar se do të kompensojë të gjitha ata persona apo familje të përjashtuara me ligj nga taksa e pastrimit, por që e kanë paguar atë pas përfshirjes si taks në faturën e ujit. Pas akuzave të këshilltarëve, bashkia bëri të ditur se vazhdon procesi i mbledhjes së dokumentacionit nga personat apo familjet që u përkasin kategorive të cilat përjashtohen nga pagesa e tarifës së pastrimit. Bashkia jep me koncesion sheshin Italia për parkim nëntoksor.
Bashkia e Tiranës nënshkroi një kontratë koncesionare për ndërtimin e një parkimi nën toksor në kryeqytet në sheshin Italia pranë stadiumit Qemal Stafa. Projekti për ndërtimin e parkimit ka vlerën e 1.6 miliard lekëve dhe do të mundsoj parkimin e 1000 makinave. Sipërfaqja në të cilën do të ndërtohet ky parkim nën toksor është një sipërfaqe jo vetëm e përshtatshme, afro 9000 metra katror të sheshit Italia në nivel nën toksor në 4 deri në 5 kate, do të hapin vende për 1000 automjete. Grupi i Këshilltarëve Socialist ka depozituar një kallëzim penal për shpërdorim detyre. Kryetari i Këshilltarëve Majt Aldrin Dalipi tha se ky kallëzim bëhet për dhënien me koncesion të paligjshëm të parkimit nën toksor në sheshin Italia. Sipas Dalipit, dhënia e trullit për parkim kërkon votim me 3/5 të këshilltarëve dhe kreu i bashkisë Lulzim Basha ju shman nga tij, duke dhënë koncesionin pa i dhënë trullin në përdorim. Mbledhja e Këshillit Bashkiak mbyllet me debate të ashpra për rritjen e taksave ndaj biznesit dhe akuza të ndërcjellta nga të dy palët. Pa kryer asnjë verifikim në terren, në mënyrë flagrante është kryer operacioni që sipër citova, pa arritja e një shkalle apo dy më lart të taksës vendore dhe bashkë me të taksës së pastrimit. Në këto kushte, Bashkia ka shkelur ligjin. Fakt është që ky Këshill Bashkiak, me propozimin tim, ka miratuar ulje taksash dhe eliminim tarifash. Ndërhyrja në parkun kombëtar, e cila u ndërmor për të zgjeruar rrugën e Elbasanit, shkaktoi mjaft debate. Shoqëria civile dhe këshilltarët e Majt kundërshtuan këtë vendimarrje, ndërsa Bashkia tha se projekti ishte miratuar sipas të gjitha procedurave. Kreu i këshilltarëve të Majt në Këshillin Bashkiak Aldrin Dalipi reagon duke e konsideruar antiligjor dhe antiqytetar ndërhyrjen që është bërë në parkun kombëtar të Tiranës. Grupi i Këshilltarëve të Majt opozitës deklaron se Këshilli Bashkiak nuk ka marrë asnjë vendim. Kryetari i Bashkisë të Poshta Ludimet Ambientalistëve dhe sqaron se ndërhyrja në këtë pjesë të parkut është bërë sipas planit e se shkak për këtë është zgjerimi i rrugës së Elbasanit. Bashkia bën të ditur se Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve ka nisur punën për zgjerimin e rrugës. Ky institucion flet për aludim dhe lojë politike nga ana e këshilltarëve të Majt, ndërsa siguron qytetarët se numri i pemëve do të fishohet brenda vitit. Në analizën e bërë për vitin e parë të punës në krye të bashkisë, Lulzim Basha pohon se një nga premtimet më të rëndësishme të fushatës së tij, ai i hipotekimit të banesave, nuk është realizuar plotësisht. Një vit pas ardhjes së tij në krye të bashkisë, Basha bëri publike punën e bërë gjatë kësaj kohe, ndërsa pohoi se një vit më parë premtoi se procesi i hipotekimit të banesave do të përfundonte gjatë vitit të parë të punës, por kjo nuk u arrit. Problemet me procesin kryebashkiaku ja faturoi mos reagimit të një kategorie ndërtuesish, të cilët nuk kanë paraqitur dokumentacionin e nevojshëm. Ka patur vetëm një premtim, që ka qenë ai që ka të bëjë me hipotekimet, ku bashkia ka realizuar plotësisht atë që ka pasur brenda tagrit të vet. Problemi qëndron me një kategori të veçantë, ku shkeljet janë të tilla që e bëjnë të pamundur që bashkia, pa bashkëpunimin e institucioneve tjera, të ecë përpara. Një vit pas zgjedhjes së tij në postin e kryetarit të bashkisë, Basha rendit arritjet dhe projektet e realizuara, duke vënë theksin tek reformat e ndërmarra, siç është ajo e reduktimit të taksave për bizneset, regjistrimin e mbi 5000 bizneseve të reja, hapjen e vendeve të reja të punës. Këshilltarët e Majt në Bashkinë e Tiranës akuzojnë kryetarin Basha se nuk ka mbajtur premtimet që u bëri qytetarëve gjatë fushatës. Ata kanë ripërsëritur akuzat duke deklaruar se vizioni i Bashës për Tiranën është i dështuar, ndërsa shkojnë edhe më tek kur thonë se ai nuk ka asnjë program konkret për të mbështetur bizneset, në kohën që vendet e tjera janë të përfshira nga kriza ekonomike. Bashkia e Tiranës flet për zbatimin e një projekti në muajin tetor, që synon të mbështesë grupet në nevojë duke u ndihmuar ata financiarisht që të ngrejnë bizneset e tyre. Bashkimi Evropian ka dhënë një fond prej 700.000 eurosh për këtë projekt. Bashkia e Tiranës nëpërmjet këtij fondi dhe nëpërmjet këtij projekti i cili do të fillojë në muajin tetor, do të bëjë të mundur krijimin e politikave dhe kuadrin rregullator për të mbështetur sipërmarrjen dhe biznesin e vogël. Ndërkohë që nën kryetaria e bashkisë prezantonte projektin që synon të mbështesë ngritjen e biznesit të grupeve në nevojë, këshilltarët e Majt bën një panoramë të premtimeve të pambajtura për biznesin të numrit 1 të këtij institucioni. Sipas tyre, që nga dita kur Lulzim Basha ul në karrigen e kryetarit të bashkisë, janë mbyllur 1700 biznese të vogla, ndërkohë që barra fiskale për ta urrit. Këshilltarët e Majt kanë atakuar drejtuesit dhe vendimarrjet e tyre për infrastrukturën e kryeqytetit, duke hedhur akuza për korrupsion me fondet. Kryetari i bashkisë Lulzim Basha premton se Tirana do të ketë rrugë me infrastrukturë europiane. Premtimi i radhës u bën në çeljen e punimeve për rehabilitimin e rrugës Gramos Pashko. Kreu i bashkisë tha se gjatë këtij viti do të punohet në 47 segmente të tjera rrugore dhe 12 blloqe banimi. Zhvillimi i infrastrukturës së qytetit dhe rikthimi i saj në parametra europiane, jo vetëm me asfalt, por me kanalizime, me zhvendosjen e këtyre shtyllave të elektrikut nën tokë, të lidhjeve elektrikut nën tokë, me ujësjellsi, me rrugën me parametra europiane. Kreu i këshilltarëve të Majt në Bashkinë e Tiranës akuzon Bashën se po mban peng 400 banesa sociale në zonën e Shkozës në kryeqytet.
vendimi për t'i mbajtur të bllokuara 2 vjet rresht banesat sociale të ndërtuara nga paraardhësi i tij në Bashki Edi Rama, sipas dalibit bëhet për një arsye të fortë. Këto banesa po i mban peng për interesa klienteliste apo interesa politike, për shpërblime të caktuara politike. Një muaj pas deklaratës së Aldrin Dalipit, Bashkia vendos të diskutojë në Këshillin Bashkiak shpërndarjen e 400 banesave sociale të ndërtuara në Shkozë. Mbledhja e Këshillit Bashkiak 9 tetorit miraton grupimin e lërave të fatit në zonën e Shkozës, në ishuzinën e autotraktorëve. Kjo mbledhje u shoqërua me debate kur Aldrin Dalipi lëshoi akuzën ndaj Bashës për veprimtari antiligjore. Hapi parë ka të bëjë me një taks të veçantë, një tarif të veçantë të përkohshme, i cili do të vendoset për të gjitha kazinot që shtrihen në territorin e Tiranës dhe që pas 6 muajsh që nga hyrja në fuqi do të dhjetëfishohet nëse këto kazino nuk pranojnë të vendosen brenda territoreve të caktuara. Na intereson askush, asnjë kazino mbyllini të gjitha në Tiranë. Dhe ato 400 që janë pa leje në Tiranë dhe e dini mirë kush i ka, banditët që mbredhin rrugën. Mbledhja e Këshillit Bashkiak u shoqërua me akuza të ndërsjellta edhe për dekorin e festimeve të 100 vjetorit në Tiranë. Debatet devijuan edhe në akuza personale dhe kërcënime për nxjerrje jashtë mbledhjes. Në raport me mua duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Nuk ke as moral politikisht dhe moralisht që të flasësh. Ka moral sepse etrit e tu kanë bërë ato çuditëra që i dinë veten tjetër kush morali jot. Unë nuk jam antar i këtij këshilli, po unë jam kryetari i Bashkisë Tiranës. Dhe sa kohë që jem ulur këtu, në qoftë se kërcënoni edhe një herë kryetarin e këshillit apo qoftë dhe një antar tjetër të këshillit, e keni vendin jashtë dhe s'ktheheni më këtu. Jeni sigurt për këtë? Jashtë. Sipas Bashës, mlefi për dekoret dhe monumentet është diskutim antikombëtar. Ky është një diskutim anti-shqiptar, antikombëtar, përçarës, jepini fund, kalojnë, po votojnë sheshin Shqiponja dhe këtu ka njerëz që krahasojnë simbolin ton kombëtar me Bret Kosa. Bashkia e Tiranës diskuton me grupet e interesit planin e përgjithshëm urbanistik. Shoqata ndërtuesve dhe ajo e pronarëve kërkojnë zyrtarisht ndryshimin e rregullores së kontrollit dhe zhvillimit të territorit në ligjin e vitit 2011. Kjo rregullore shihet si e pamundur për të zbatuar në kushtet e sotme, pasi do të prishte gjysmën e ndërtimeve në kryeqytet. Kemi vendosur të kërkojmë zyrtarisht ndryshimin e rregullores së kontrollit dhe zhvillimit të territorit të ligjit vitit 2011 si një rregullore absolutisht të pamundur për të zbatuar në kushtet e sotme. Ky shqetësim ka marrë përgjigjen e duhur nga pikpamja politike dhe do ta marrë edhe nga ana ligjore së shpejti. Ky është natyrisht një lajm i mirë edhe për qytetet e tjera dhe për ndërtimin në tërësi. Basha u ndal edhe tek dhënia e lejeve të ndërtimit, ndërsa theksoi se ndërtuesit nuk do të kenë probleme për të pajisur me to në zhvillimin e planit urbanistik. Sipas tij, Tirana do të rikthehet bumit të ndërtimeve me planin urbanistik pas 3 vitesh stagnacion. 23 dhjetor 2012, një ditë përpara mbledhjes së Këshillit Bashkiak, këshilltarët e majt deklaruan qëndrimin e tyre kundër planit të përgjithshëm urbanistik të kryeqytetit, si dhe projekt buxheti të vitit 2013. 24 dhjetor 2012. Ashtu siç kishin paralajmëruar një ditë më parë, këshilltarët e majt votuan kundër buxhetit të vitit 2013, të cilin e konsideruan si një buxhet të pabazuar, as pak realist dhe jo transparent. Këshilli Bashkiak miratoi pas 4 orë debatesh buxhetin prej $80 milion për vitin 2013 me 28 vota pro, 18 kundër dhe 7 abstenime. Këshilltarët e majt akuzuan Bashkinë për mungesë serioziteti në hartimin e projekt buxhetit që sipas tyre s'është gjë tjetër veç se një kopje e buxhetit të mëparshëm. Ndërsa krye Bashkiaku i ftoi ata ta votonin buxhetin. Nuk treguat shifrat e investimeve, sepse në fakt vetëm heshtja ju ndihmon për një dështim që është më dramatiku në historinë e Bashkisë së Tiranës. Duke ju siguruar edhe një herë për sinqeritetin e ofertës time, pa komprometuar as pak identitetin tuaj politik, por duke bërë thirrje ndërgjegjes tuaj qytetare, ju ftoj të votoni një buxhet i cili nuk është buxhet mrekullirash. Një tjetër çështje e rëndësishme që kaloi pa votat e opozitës në Këshillin Bashkiak të Tiranës ishte miratimi i planit të përgjithshëm rregullues. Basha e konsideroi historik planin urbanistik të Tiranës, duke theksuar se zbatimi i tij do të sjellë vdekjen e sigurt të industrisë së sekserve. Plani urbanistik i prezantuar për herë të parë në 17 maj të 2012-s kundërshtohet nga opozita, e cila ngre një sër shqetësimesh lidhur me kriteret e ndërtimeve që po përdoren, zhduken e hapësirave të gjelbërta, parkimet nëntoksore si dhe transportin rrugor. E vërteta është që është një akt i munguar prekosh dhe i dëshiruar prekosh nga qytetarët e Tiranës, është tabani mbi cilën ne do të ngrem një të ardhme europiane. Ne jemi të rrethuar nga mure betoni në këtë qytet. Kjo është arsyeja pse ne duhet votojmë kundër. Gjatë vitit 2012, Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë një sër vendimesh të konsideruara prej saj si çështje të një rëndësie të veçantë për zhvillimin e kryeqytetit. Por pjesa më e madhe e vendimeve nuk ka gjetur mbështetje tek grupi opozitar.
Ky i fundit akuzon bashkinë se nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet e bëra gjatë këtij viti dhe se projektet e shpallura me shumë bujë ende janë të padukshme. Bashkia nga ana tjetër reagon duke i konsideruar deklarata politike të pabazuara në fakte akuzat e të majtëve, ndërsa rendit si suksese një sër projektesh të cilat mbeten ende në fazën e hartimit dhe miratimit.